Përshëndes, shpresoj t'jeni mirë. Pse Amerika po regjistron njerëz pra meshkuj nga mosha 18 deri në 25 vjeç dhe pse Gjermania nuk lejon nga mosha 18 deri në 45 vjeç gjithmonë meshkuj që të largohen nga Gjermania? Për çfarë arsye? Çfarë po ndodh? Por nuk është vetëm kjo, sepse mendohet dikush pretendojnë që dhe kufit nuk do t'jenë më si më përpara, me fjalë që do t'hyet dhe do dilet ashtu siç më parë, por do t'jenë të kontrolluara. Çfarë po ndodh? Sepse ne thamë që do bëhet një botë e bashkuar, një pasaport, një gjuhë, një çdo gjë një. Atëre çfarë po ndodh që po ndahen shtetet ashtu siç më përpara? Dëgjojeni me kujdes, dua ta diskutoj me ju, sepse pikë së parë ju që gjendeni kudo që jeni, në çdo vend që jeni, më thoni nëse këto përputhen me, pra këto lajme përputhen me ligjet që ka në vendin ku ju jetoni. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish. Më falni që them gjithmonë, por juve nuk kushton asgjë, për ne është diferencë e madhe. Faleminderit. Amerika, lexova që Amerika po rekruton, nuk po bën një draft, po regjistron të rinj gjithmonë meshkuj nga mosha 18 deri në 25 vjeç. Mirë po, për momentin janë vetëm meshkuj. Kjo nuk do të thotë që me kalimin e kohës, pra të ditëve, mund të regjistrohen edhe femra, pra nga mosha 18 deri në 25. Duhet të dini që nëse këto të dhëna, pra që regjistrimi i këtyre të rinjve ndodh brenda një kohe shumë të shkurtër dhe në një moment delikat si tani për shembull që po ndodh, pra në një moment lufte, unë jam i bindur që këta të rinj një ditë do të thërriten. Do të vi dikush aty ku jeni, më thoni ju që gjendeni në Amerikë, është e vërtet apo jo? Ju që gjendeni për shembull në Amerikë, pak rëndësi ka, çfarë shtetësie keni. Nëse jeni aty vetëm me green card apo nëse jeni në shtetas amerikan, pak rëndësi ka. Ata nëse e kanë regjistruar emrin, ti je i detyruar që të shkosh sepse të vinë edhe të marrin. Të marrin, të fusin nëpër kamiona, nëpër makina, nëpër autobuza dhe ti je i detyruar që të shkosh dhe të luftosh për atë vend. Sepse ti ke firmosur, nga momenti që ti ke firmosur që të marrësh një dokument, çfarë lloj dokumenti qoftë ai, ti je i detyruar që të jesh pjesë e atij vendi. Dhe nga ai moment ti i përmbush ligjet e atij vendi. Pra ti je i detyruar që ti përulesh atyre ligjeve, sepse çdo vend ka ligjet e veta, dhe ti nëse nuk do që të jetosh në atë vend, atëherë mos shko. Pra, ka disa ligje që disa njerëz nuk i dinë, megjithatë unë doja t'ju pyesja në radhë të parë, nëse është e vërtetë që aty në Amerikë po regjistrojnë nga mosha 18 deri në 25 vjeç. Dhe doja t'ju thoshja, ju që jetoni në Gjermani, është e vërtet kjo që në Gjermani nga mosha 18 deri në 45 vjeç nuk mundeni të largoheni nga Gjermania, po flas për ju shqiptarët, sepse mund të themi edhe është për të gjithë, por unë po flas për shqiptarët në përgjithësi, sepse kjo na prek më shumë. Dhe po thoshja, është e vërtet që aty në Gjermani nuk ju lejojnë që të largoheni nga Gjermania pa leje, pra pse duhet që të qëndroni në Gjermani? Për çfarë arsye? Mendohet pikërisht pra sepse po pretendohet që kufijt do të mbyllen dhe kjo mund të krijojë probleme të mëdha. Pra kjo është pika 3 që mendon dikush, disa ekspert mendojnë që kufijt do mbyllen për shumë arsye. Jo se do mbyllen fare, me fjalë që mos komunikojnë shtet me njëri tjetrin, por do mbyllen me disa kritere që duhet të përgatiten për pas vitit 2030, sepse agenda 2030 është përgatitja. Pastaj pas vitit 2030 është organizimi, deri pastaj në vitin 2050 duhet të jetë përfundimi. Pra, ky është objektivi, që po ja u them kështu, janë teori konspirative, nuk diskutohet këto që po ju them, por ky është pretendimi për lobet që kontrollojnë njerëzimin. Duhet të dini që lobet më të rëndësishme që kontrollojnë njerëzimin, disa prej pjesëtarëve të tyre, janë miliarder të niveleve të larta, janë miliarder që kanë buxhet marramëndës dhe që në botë vlerësojnë dhe lëvizin jo vetëm politikan, por edhe ligjet tregojnë që ndryshojnë në bazë të atyre kritereve të këtyre
pasanikëve të mëdhenj. Tani disa ndoshta këto i marrin si teori konspirative. Nëse ne po i përmendim si teori konspirative, por doja t'ju thoshja që është e çuditshme se si shumë politikan nuk janë aty, por duke sikur janë aty dhe përmbushin disa urdhra të dikujt. Vireni re, ndodh pothuajse në të gjitha vendet e vogla kjo, për ta kuptuar se dhe në vendet e mëdha ndodh. Por për ta kuptuar më shumë, sepse është më shumë e theksuar në vendet e vogla, atë çka thon sot nuk e thon nesër. Ndryshon mendimi sepse nuk vendosin asgjë ata. E vendos dikush tjetër. Në qoftë se një potencë ekonomike, qoftë një i vetëm, një privat ose dhe një shoqat e madhe ose shoqëri, një kompani, të mund të luftoj një politikan ose një politik ose një shtet, unë them se shkatron brenda një dite. Pse? Sepse sot në qoftë se do t'i them. Okej, nuk mendoja që do t'a them. Atëre, janë 10-15 kompani të mëdha, por 3 nga ato kompanitë më të mëdha lëvizin ose mirë kanë aksionet e kompanive më të mëdha në botë. 3. Po ja u përsëris edhe një herë. 3 nga kompanitë më të mëdha në botë kanë aksionet e të gjitha kompanive në mbar botën. Janë 15 si thash ato të mëdha, por brenda këtyre 15 janë të 3 këto më të mëdha. Tani çfarë ndodh? Këta që kanë aksionet, sepse kanë aksionet më të mëdha. Këta sot lufta bëhet, nuk bëhet me armë sot. Sot bëhet me pushtet. Dhe pushtetin e ka paraja. Paraja e këtyre të 3-ve që ju thash mund të mjafton një gisht i vetëm një dhe të lëvroj një pjesë të parave, për shembull, sa është buxheti financiar shtetëror i Shqipërisë, e dini, ose më mirë i Kosovës apo Maqedonisë apo Malizë. Është asgjë në krahasim me atë çka kanë ata. Sepse për shembull, një shoqëri di që ka një shifër marramëndse 3 trilion dollar, një gjë e tillë. 3 trilion dollar, nuk e di më kuptoni apo trilion, jo miliard, trilion dollar. Dhe në këto trilion dollar të lëvroj për shembull 1 miliard ose 10 miliard, nuk e ka asgjë. Nuk e ka asgjë. Në 10 miliard dollar, në qoftë se prek një shtet, pra ti vendos në një shtet ose ti heq nga një shtet. E dini se çfarë ndodh, një kaos. Shkatërrohet në brenda një dite ai shtet. Pse? Sepse ajo para, ajo shumë e madhe nuk lëvron më, në qoftë se nuk do të lëvroj më në atë shtet. Dhe të gjitha tregtit në të gjitha anët, qoftë nga bankat, nga xhepat e njerëzve, nga punët, nga çdo gjë, nga ushqimet, çdo gjë rrëzohet, shkatërrohet. Një herë për gjithmonë. Ndërsa në qoftë se futet, shtohet dhe bëhet, pra fillon mirëqenia. Bëhet më e mirë, sepse ngrihen rrogat, ulen çmimet. Pra e kuptoni që këto kompani vendosin fatin. Është normal, është logjike. Vendosin fatin e politikanëve, vendosin fatin e një vendi, vendosin fatin e lëvizjeve që bëhen tani në mbar botën. Dhe s'kan nevojë ata që të shkojnë me armë, të marrin armët, e thon tani do ikin për luftë. Nuk e kanë. Asnjë lloj problemi. Këto lëvizje që po bëhen tani kohët e fundit, sipas ekspertëve, janë lëvizje vetëm për t'u pasuruar, asgjë tjetër. Pra luftrat që po bëhen tani janë vetëm për t'u pasuruar. Normal që një pjesë është për pastrim, sepse është dhënë urdhë që duhet pastrohet deri në një farë numri caktuar, por është vetëm për këtë. Pra për t'u pasuruar, sepse gjithë bota e sotme varet vetëm nga buxheti ekonomik, asgjë tjetër. Në qoftë se ke buxhetin ekonomik, ke forcën e punëtore, ke teknologjinë, ke ushtrinë, ke armët, ke çfarë të duash. Në qoftë se nuk e ke, je asgjë. Nuk e di më kuptoni apo jo. Ndaj dhe, unë them që politikanët të mbar botës nuk munden që të bëjnë çfarë do qejfi. Janë të detyruar të sillen sipas disa kritereve. Pra programe që edhe në qoftë se nuk e ka nuk e jep urdhra i pari, janë të tjerët, dishepujt e tij, ata më të vegjëlit që i thon bëj kështu. Dhe ky është i detyruar që ta bëj. Thash në çdo vend të botës.
Okay? Dhe pikërisht për këtë, mendohet që nëse kjo është një luftë ekonomike, po vi në momentin po e çoj aty ku e filluam bisedën, po bëj konkluzionin që mendohet që gjithë kjo lëvizje që po bëhet për shkak të buxhetit financiar të çdo vendi, sepse duke sikur çdo këta të 3 ose ndoshta dhe këta të 15, secili po kërkon tani që të marr një lloj pushteti. Pak pushtet më shumë. Dhe pushteti merret vetëm në mënyrë ekonomike. Ndaj dhe ata secili kërkon që ta mbyll rrezen e tij në kufirin ku gjendet. Ashtu siç po bën dhe Evropa. Evropa po mbyll kufit për ata që nuk e kanë kuptuar. Evropa po bën duke filluar nga data 10 prill, je i detyruar të marrësh një lloj vize, e pagon atë $20, €20 vizën, por detyron të gjithë vendet e botës që të futen me vizë. Kjo çfarë do të thotë? Do të thotë mbyllen kufit. Pra mbyll territorin e saj dhe jep rëndësi vendit dhe nga ky moment fillon dhe të vjel të tjerët që kërkojnë të marrin ata që duan të punojnë në Evropë, ata që duan të vizitojnë Evropën, do të vish, pago. Pra është ekonomike dhe këtë po mundohet të bëj edhe Amerika, por Donald Trump po bën diçka tjetër. Ai po kërkon që të mbledh të gjitha vendet edhe latine për të bërë Amerikën e madhe, sepse sa më i madh është vendi dhe aq më mirë, aq më fort ai lufton kundër Evropës, kundër Azisë dhe kundër Rusisë. Pra këto lëvizje që po bëhen tani janë vetëm ekonomike. Ju çfarë mendimi keni? Kanë të drejtë apo jo? Pra në qoftë se mblidhen këta ushtarët që numrin, sepse nuk kanë bërë një draft tani, por kanë mbledhur vetëm amerikanët, po mbledhin vetëm numrin e këtyre nga mosha 18-25 vjeç, për të mbledhur dhe për të qenë të gatshëm, sepse nëse ndodh diçka nesër, ata janë të gatshëm. Kanë ushtarin, kryesisht përdorin ata që janë të huaj dhe nuk janë vendas dhe kanë pak kohë, pra në Amerikë, kështu bëjnë dhe të tjerët, por po thoshe që duan të përgatisin njerëzit, duan të përgatisin projektet, sepse në këtë mënyrë do të jenë më të organizuar në qoftë se ndodh diçka. Dhe këto kufit, pra do vendosin pikën mbi i për secilin nga vendet, që secili vend do thotë unë tani marr dhe ja, për shembull një shtëpi, 2 shtëpi për shembull, janë 2 shtëpi, 2 vëllezër, por janë të detyruar që të ndajnë detyrat, ose më mirë të ndajnë shtëpit. Nga sot, në qoftë se më jep diçka, do ma kthesh, dhe unë qoftë se do t'jap diçka, ma kthe. Pra jo si më përpara që ti ishte han, vin këtu tek unë për dreka për darkë dhe unë vi tek ty dreka për darkë. Nuk e dim kuptoj pëta, është e thjesht kjo dhe kjo do bëhet për të gjitha shtetet. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni ju dhe çfarë po ndodh aty ku gjendeni ju në çdo vend që gjendeni. Ta diskutojmë që të kuptojmë në çfarë bote jetojmë dhe ku do shkojë gjithë kjo botë. Kalofshi bukur.